Nuk kemi një vot pro apo kundër, sepse kemi një barazim votash, pra kemi 4 antar pro dhe 4 antar kundër. Por, për momentin, drejtuesja e gjykatës kushtetuese, Fiona Papajorgji, e cila u pyet nga gazetarët nëse mund të kemi mundësi për të patur emrat e gjyqtarëve që kanë shprehur votën e tyre pro dhe votën e tyre kundër, edhe pse në fund është një votë e barabartë, ka automatikisht çojë në rrëzimin e kërkesës së kryeministrit Edi Rama, tha që në momentin që do të bëhet edhe zbardhja, pra e vendimit të plot që do të duhen të kalojnë deri në 30 ditë për zbardhjen e plot të gjithë arsyetimit të gjykatës kushtetuese, në këtë arsyetim të plot do të jenë edhe emrat e gjyqtarëve, ata që kanë qenë pro dhe ata që janë kundër. Megjithatë, sigurisht në ditët dhe në orët në vijim ne do të përpiqemi të informohemi nëpërmjet burimeve për të parë se cilët nga antarët e gjykatës kushtetuese e pranuan kërkesën e kryeministrit Edi Rama dhe cilët nga antarët e tjerë nuk e planuan kërkesën e kryeministrit Edi Rama. Franco?